vdes? Je smur? Jo, po vdes për ngrënë e gjatë mirë. Qa do? Byrek me peshk. Me presh? Jo, re byrek me peshk, se kam parë nëndër kalamar. Aha, hajde me mua. Ku më solle, re? Te Nemo Fish Restaurant. Po sa vend i shishëm, do ham në gjë të bukur? Po. Qa? Ja t'japi kamarieri një mendim. Po mendimi s'hahet. Ej, po fole kështu do të çoj tash në shtëpi. Shpiz gatuin dot se më ka hum tigani. Do të blej tjetër. Mirë, Çfarë vendosët? do blejm tigan. O zot. Unë kam fjalën për porosin. Si? A ke ndonjë porosi për t'i dhënë? Po, kam një porosit gjyshes. Në jetë duhet punosh shumë e të flasësh pak. Moj, leri këto, po qa do për të ngrënë? Një sa kanaq që të kënaq. Kaq? Duam edhe një past. Pas të vëmbësh, Past pagëri me tartuf. me matuf. Oh, Unë dua dhe peshk barbon. Barbun. Yes. Pyetje tjetër? Po, qaj ke dilaverin ti? Cilin dilaver? Ja, këtë këtu, shërbim dilaveri. Është shërbim delivery. Po, e kuptove? jo. Mirë se ta shpjegoj unë. Djalin faleminderit. Sa mirë gatua ka Nemo Fish Restaurant. Po, shumë. Po qa do me të Nemo? Është emri një peshku. Po këtë gaforën qaj qujnë? Po ç'të duhet? Po këtë karkalecin e një? Jo. Shqyr sa unë si hap njohurit. Mirë, ham dhe ndoj karkalec tigër. Mos na ha ne karkaleci tigër, ham qenë më mirë. Në det nuk ka karkalec qen. Po atëherë pse ka peshka qenë? Mbylle gojën dhe ha. Po ku hahet me gojë mbyllur? Moj pushon dhe ha. Po sikur të ha dhe të pushojnë. Mirë vazhdo ti se ha unë gjithë tavolinën. Tavolinën haje ti, po këto mi lër mua. Ah, Të mirë.